Aktori dhe poeti Çun Lajçi ka reaguar rashpër ndaj etiketimit të kundërshtarëve politik si agent të Serbisë apo Rusisë, duke shprehur zhgënjimin e tij të thellë ndaj një mentaliteti që sipas tij nuk ka ndryshuar shumë nga koha e komunizmit. Në një postim të tij në Facebook, ai shtron pyetje nëse është mëkat të ndihesh shqiptar dhe të mos mbash flamurin e asnjë partie. Apo më tregoni diçka? E kanë kuptuar atë botë ku dhe frymarrja duhet të ishte ideologjike, ku dhe loti duhet të dilte sipas vijës së partisë, ku nuk i shkruaj dot një poezi gruas pa erën rreth e rrotull udhëhesit të ndritur. E kanë kuptuar një sistem ku vlojnë spionët si krima, ku zguxojnë të përshur qosheve të qytetit, pa kqyrur 3 herë mbrapa, mos ndoshta është ndalur ndonjë spion te ndonjë pemë. E kanë kuptuar një sistem të çmendur, ku nuk guxoi të bëj dashuri me gruan para fotografisë së Enverit, që dridhej varur në mur. Kur i shkruajej gjunjët për të sjellë në jetë 10 fëmijë për të bërë Titon kumbar, kur nuk guxoi të shkruajë vargjet e zemrës për Lulen apo Kaçen. Si mundet që sot çdo njeri që mendon ndryshe shndërrohet menjëherë në agent të Serbisë, në spion të Rusisë? Kush janë këta që kurqëzojnë nëpër portale, pa e njohur as fytyrën e vet në pasqyrë? E kam kuptuar një sistem kur Zoti ishte në qiell e zguxoje me hylut, e presidenti ishte në tokë e të gjithë binin me gjunjë para tij. Por që vjen koha me isha nënën kryeministrit e presidentes me kërcënu me vdekje, këtë se kam imagjinuar kur. Prandaj më tregoni para se ta mbyll këtë kafe vetmije. A është mëkat të ndihesh shqiptar pa brohuritur për askënd? A është faj të duash kombin pa e mbështjellë me flamuj partie? Dhe krejt në fund, a është normale që po i friksohem edhe vetes sime, se ndoshta një ditë do të më quajë dhe ajo agent?